Gjili Bramin, senjor, konsul honorar në Albania. Është shqiptari i parë në një vizitë zyrtare që pritet nga presidenti i Shteteve të Bashkuara të Meksikës. Vizita që konsulli i nderit të Shteteve të Bashkuara të Meksikës po zhvillon në Mexico City ka kulmuar me takimin me kreun e shtetit meksikan, Enrique Pena Nieto. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Meksikës i rezervoi një takim të përzemërt konsullit të nderit në Shqipëri, i cili mban këtë detyrë prej afro një viti e gjysmë. Zoti Ndroqi e falenderoi numrin 1 të shtetit meksikan për mundësinë e këtij takimi dhe i shprehu mirënjohjen për besimin e dhënë ndaj tij për të qenë përfaqësues i Shteteve të Bashkuara të Meksikës në Shqipëri. Zoti Ndroqi tha se që kur nisi misionin diplomatik është udhëhequr nga një parim, puna në interes të shtetit meksikan. Ai e njohu presidentin me përpjekjet për të promovuar Meksikën në Shqipëri përmes prezantimit të hapësirave ekonomike, tregtare, kulturore e turistike që ky vend ofron. Në këtë takim të parë me konsullin e nderit në Shqipëri, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Meksikës, Enrique Pena Nieto, e falenderoi zotin Ndroqi për përfaqësimin dinjitos të shtetit të tij në Tiranë, si dhe vlerësoi punën që ai ka kryer që nga marrja e detyrës. Ai shprehu vlerësime për përpjekjet e konsullit të nderit për të sjellë më pranë dy vendet e largëta gjeografikisht përmes forcimit të marrëdhënieve bilaterale. Për të mbajtur në kujdes këtë takim të parë zyrtar dhe në shenjë mirënjohje ndaj shtetit meksikan dhe vetë presidentit Nieto, zoti Ndroqi i dhuroi kreut të shtetit meksikan një simbol kombëtar për krenaren e heroit Gjergj Kastriot Skënderbeut. Takimi me zotit Ndroqi dhe zotit Nieto u zhvillua në kuadër të mbledhjes së konsulve të nderit të Meksikës në përbot, që po mbahet në Mexico City. Presidenti Nieto organizoi një pritje të veçantë në pallatin kombëtar në nder të 102 konsulve, duke u shprehur mirënjohje për punën dhe përfaqësimin dinjitos të Meksikës në përbot. Nieto garantoi konsullit të nderit se do të jetë për krah tyre për të çuar përpara këtë mision diplomatik sa të bukur aq edhe të vështirë. La más cordial bienvenida a nuestro país. Është një nder të mirëpres në pallatin kombëtar konsullit të nderit të Meksikës në përbot. Shpresoj që ky takim që po zhvilloni të ketë njohur me atë që po ndodh tani në Meksik. Dua të nënvizoj se u jemi mirënjohës për gjithçka bëni për Meksikën. Si presidenti i Republikës do jem krah për krah me ata që e duan Meksikën. Sot Meksika po transformohet dhe kjo fal reformave dhe forcave politike që i kanë çuar përpara këto reforma. Presidenti meksikan u lëshoi këtë thirrje konsulve të nderit. México se está preparando para ser un activo protagonista de la economía global. Meksika po përgatitet për të qenë protagoniste në ekonominë botërore dhe për të pozicionuar si një vend tërheqës për investime në tregti dhe turizëm. Ky është mesazhi i transformimit, mesazh që u kërkoi ta përcjellni në vendet tuaja. Ndaj me botën vendosmërinë e Meksikës për t'i bërë ballë sfidave për të ndryshuar dhe në këto ndryshime ofrohen mundësi të mëdha për të rritur bashk. Meksika është vendi i njerëzve të lirë. Ky është vendi që ju përfaqësoni. Ky është vendi juaj. Në pritjen e organizuar nga presidenti i Meksikës, ishin të pranishëm edhe një sër ministresh, ai i jashtëm José Antonio Mit Curibeña, ai i ekonomis Ildefonso Guajardo Villarreal, ministre e turizmit Claudia Ruiz Macehuis dhe të tjera autoritetet e larta të Shteteve të Bashkuara të Meksikës. Në një hark të shkurtër kohor nga mbyllja e kësaj pritje, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Meksikës ndau përshtypjet për takimet me konsullit të nderit përmes llogarisë së tij në rrjetin social Facebook. Mirënjohje për ata që me zemërgjerësi dhe dashamirësi janë imazhi i Meksikës në botë. Në mesin e fotove të përzgjedhura për të pasqyruar ceremoninë, është edhe takimi me konsullin e nderit Ylli Ndroqi. Në komentin që shoqëron foton, presidenti shkruan: Konsullit e nderit me punën dhe marrëdhëniet e tyre të mira kontribuojnë ndjeshëm në rritjen e investimeve, tregtisë dhe turizmit.